Dhe kur jemi te fusha e shëndetësisë, ndalemi këtu edhe për një informacion tjetër të radhës që do na vjen nga qyteti i Kumanovës. Do kemi një linje të drejt për drejt me kolegun ton atje, Fatlum Aqifi, i cili do zhvilloj një bisedë me doktor Driton Bilalli, i cili do na flet për procesin e dhurimit të gjakut, se apo vijon rregullisht dhe se si po funksionon dhurimi i gjakut, sa po ka interesim. Tani e kemi live Fatlumin për të na informuar. Mirëmëngjesi Fatlum. Mirëmëngjes dhe përshëndetje nga qyteti i Kumanovës. Ju përshëndesim juve në studio fillimisht dhe të gjithë shikuesit që kanë zgjedhur në këtë çast të ndjekin në programin tonë. Siç po shihni, ne këtu jemi sot në Institutin e Mjekësisë së Transfuzionit këtu në Kumanov për të parë nga afër se si po rrjedhë procesi i gjakdhurimit. Të nderuar shikues, këtu pranë meje kam edhe doktor Driton Bilallin, me të cilin do të zhvillojmë një bisedë për të informuar se si po rrjedh procesi i gjakdhurimit këtu në rajonin e Kumanovës. Doktor, mirëmëngjes dhe mirë se u gjetëm. Mirëmëngjes, mirë se na keni ardhur. I nderuar doktor, a mund na njoftoni diç më tepër rreth këtij instituti, si po rrjedh procesi, si është interesimi i gjakdhuruesve? Po, do të thotë ne, procesi i gjakdhurimit është një proces i rregullt që zhvillohet 2 herë në javë, të hënën dhe të njëjtën. Nëse eventualisht gjatë këtyre 2 ditëve nuk ka ndonjë festë shtetërore, nuk i bie në atë datë ndonjë festë që është e programuar me ligj që të pushojmë. Procesi i gjakdhurimit është i rregullt. Kumanova me rrethin çdo herë ka qenë aktive në këtë proces dhe gjakdhurimi zhvillohet në mënyrë shumë të avancuar, shumë dinamike dhe jemi shumë të furnizuar me gjak nga gjakdhuruesit e Kumanovës dhe rrethinës. Kur përmendëm këtu rrethinën, cilët komuna përfshihen më gjithsesi? Po më shumë komuna e Likovës, komuna e Starina Goriçanit dhe komuna e Kratovës dhe Krivapallongës. Edhe ata gravitojnë tek ne, do të thotë, për të dhuruar gjak. Kush mund të dhurojë gjak? Si shkon procedura? Çka duhet të bëjë një gjakdhurues para se të vijë të dhurojë gjak? Po një gjakdhurues për të dhuruar gjak duhet së pari ai për vetë të jetë i shëndosh. Do të thotë të mos jetë i furnizuar me antibiotik ose mjete tjera medikamentoze. Pastaj duhet i plotësojë edhe kushtet e moshës, prej 18 deri në 64 vjet, do të thotë prej kur fillon një i ri ose ere të jetë në moshën madhore deri në pension. Meshkujt dhurojnë çdo 3 muaj ose 90 ditë kalendarik, kurse femrat çdo 4 muaj ose 120 ditë duhet kalojnë për të regjistruar në listën e gjakdhurimit. Si është interesimi i gjakdhuruesve? E kam fjalën këtu, cilët mosha më tepër janë të gatshëm të dhurojnë gjak vullnetarisht? Me kalimin e kohës, do të thotë edhe moshët më të reja janë aktiv tani më, sidomos nëpër shkolla, universitete ku rinia dhuron nëpër institucionet ku ne organizojmë aksionet e gjakdhurimit. Për shembull nëpër shkolla 2 herë në vit organizohet, në vitet e 4-ta, në fakultetin këtu në Kumanov, por edhe ekipa e transfuzionit të Shkupit dhe të Tetovës, për shembull të Manastirit, Shtipit, edhe ato organizojnë në katedrat e universiteteve përkatëse. Shpeshherë kemi pasur organizime, kemi hasur ne si media, keni pasur organizime bashkarisht me Kryqin e Kuq, me sektorin për punë të brendshme të Kumanovës, me policinë, domethënë. Si është bashkëpunimi mes këtyre institucioneve dhe institucionit tuaj? Do të thotë për të organizuar aksionin e gjakdhurimit duhet të plotësohet 3 këndshi. Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit, Kryqi i Kuq dhe Ministria e Shëndetësisë. Me Ministrinë e Punëve të Brendshme kuptohet kemi marrëveshje të rregullta për të organizuar aksionet e gjakdhurimit. Një pjesë e madhe e të punësuarve në Ministrinë e Punëve të Brendshme vinë dhe dhurojnë gjak këtu te ne, por organizojmë edhe aksione nëpër filialet e njësisë rajonale të Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjithsesi nëpër stacionet policore ku edhe atje kemi një numër shumë të madh të gjakdhuruesve. Me Kryqin e Kuq që ndon bashkë? Po, me Kryqin e Kuq kuptohet është patjetër bashkëpunimi dhe me Ministrinë e Shëndetësisë. Kjo është ai trekëndshi që thash në fillim se
u plotësuar kusht për të organizuar një organizim i tillë i koordinuar nga 3 subjektet, atëherë edhe gjakdërimi ndoshta mund të dështon. Viteve të fundit kishim pandeminë e koronavirusit. Si ja dolët, a kishit gjakdhurus të mjaftueshëm kur e dim se situata ishte e rënduar, si e të kalu atë fazë kritike, themi, për sa i përket gjakdhurimit? Po, periudha e pandemisë ishte shumë periudhë e rëndë për të gjithë popullatën, për gjithë pacientët, po edhe tek ne këtu për gjakdhurim, sepse në atë kohë nuk organizoheshin aksione të gjakdhurimit nëpër shkolla, sepse shkollat, universitetet ishin të mbyllura, nëpër kazermat e ushtrisë dhe nëpër stacionet e policisë gjithashtu nuk organizoheshin, sepse një pjesë e madhe e të punësuarve ishin ose Covid pozitiv, ose dyshohej se ishin pozitiv, ose të izoluar e të tjerë. Kurse këtu tek ne një pjesë e madhe gjakdhuruesve edhe kishin frikë për të ardhur, për të dhënë gjak nga frika e ndonjë infeksioni, gjithsesi të transmetimit të virusit Covid-19. Por e mira e asaj të keqe ishte sepse në atë kohë kur ishte koha e pandemisë, nuk funksionin edhe sallat e operacionit, gjithsesi ishte kërkesa më e vogël për gjak. Dhe në atë kohë, megjithëse me vështirësi, por arritëm që ta kalojmë edhe atë periudhë shumë të rëndë, jo vetëm për neve, por për mbar njerëzimin. Tash momentalisht si është situata me njësitë e gjakut? A keni mjaftueshëm apo ka nevojë për njësitë e gjakut? Si është kërkesa edhe nga spitali? Për momentin qëndrojmë shumë mirë me njësitë e gjakut, do thotë në Kumanov mesatarisht vetëm këtu tek ne rreth 2000 njësi gjaku në vit mbledhim, që është një numër shumë i konsiderueshëm, duke ja llogaritur edhe gjakdhuruesit tjerë që janë të Kumanovës, gjithsesi gravitojnë në Kumanov, por që nuk vinë për të dhuruar këtu tek ne, për shembull, ku i përmendëm shkollët, universitetet, stacionet e policisë, kazermat e ushtrisë, shoqëria civile që organizon gjithashtu aksionet e gjakdhurimit nëpër institucionet tek ne. Ky numër është edhe më i madh, dhe me këtë mund të themi se Kumanova i plotëson nevojat për gjak. Por Kumanovën, por edhe më shumë se sa ka nevojë, fatmirësisht kemi gjak. Viteve të fundit shohim se trendi i largimit të rinisë nga vendlindja ka marrë hovë. A vëreni edhe ju se ju mungojnë gjakdhuruesit e rinj këtu? Fenomeni i emigrimit është një dukuri e dhimbshme, por e pandalshme, jo vetëm për neve, por për mbar Ballkanin mund të themi. Por ajo që na dhe më shumë të jashtë për neve këtu, rinia me të madhe është duke u larguar fatkeqësisht, po edhe mosha mesatare e gjakdhuruesve do thotë rritet. Faktikisht çdo herë më pak kemi gjakdhurues të rinj. Që është një indikacion se popullata e re nga largohet. Përveç statistikave tjera që mund t'i llogarisim, për shembull përmes zoglimit të numrit të nxënësve nëpër shkolla, po ulja e natalitetit e tjerë, edhe kjo është një indikacion që tregon se çdo herë më pak kemi të rinj. Doktor Induror, si mjek, si mund t'ja shpjegoni një personi i cili ende hamendet ose ende ngurron të dhurojë gjak? Çka e kishit të motivuar ju që të bëhet pjesë e gjakdhuruesve? Po të dhurosh gjak, do të shpëtosh një jetë. Kjo është arsyeja kryesore pse duhet të japim gjak. Ti dhurosh gjak dikujt që kur në jetë nuk e ke takuar, dhe ndoshta kur në jetë nuk ke për të takuar, dhe nuk do të ketë mundësi as me t'u falënderu, kjo është vërtet akt i madh i humanizmit. Përveç të tjerëve, nga aspekti shëndetësor, me dhurimin e gjakut do të zvoglohen koncentrimi i yndynave dhe triglicerideve në gjak. Pastaj i duhet organizmit vetëm 24 orë për ta kompenzuar humbjen e plazmës së gjakut, gjithsesi pjesës së lëngë të gjakut, kurse i duhen 120 ditë për të rigjeneruar eritrocitët dhe pjesë të tjera të gjakut. Pastaj është edhe një tjetër punë, ata që janë në marrëdhënie pune fitojnë 2 ditë të lira për shkak të gjakdhurimit.
dhe një gjakdhurus nëse i bën 10 herë, do të thotë 10 herë ka dhuruar gjak, atëherë është me ligj i liruar nga gjitha participimet mjekësore, qoftë në spitalin e Kumanovës apo në gjitha klinikët shtetërore në Maqedoni, qoftë për kontrolla sistematike, analiza laboratorike, incizime rentgenologjike e tjerë. Që është po në gjitha institucionet që është një beneficion shumë i mirëseardhur. Dhe kretë në fund, doktor, nëse kemi harruar ndonjë pyetje për ta bërë lirë, mund të shprehni dhe cili do të ishte apeli juaj deri te qytetarët? Apeli im është që sa më shumë të mobilizohemi çdo herë të kemi gjak rezervë, sepse njësia e gjakut ka kohë për ta pritur pacientin, kurse pacienti nuk ka kohë që ta pret njësinë e gjakut, sepse të mos harrojmë për të bërë e gatshme një njësi e gjakut për të dhuruar minimum duhet të kalojë 24 orë. Do thotë nëse merret sot një njësi e gjakut, duhet të dërgohet në Shkup për analizat e ndryshme infektologjike, mos vallë ka ndonjë sëmundje ngjitse, hepatit, sifilis, gonore, AIDS e të tjera. Pastaj duhet të ndahet gjithsesi separacion i njësisë së gjakut në plazmë dhe eritrocite. Gjithë kjo procedurë që të kryet duhet minimum të kalojë 24 orë. Dhe aksioni, gjithsesi gjakdhurimi familjar nuk i plotson kushtet për të dhuruar gjak, sepse mos thash Zoti t'i ndodhë dikujt, por një gjakdhurus po të dhuron gjak, po të ketë nevojë ndonjë pranues eventuali gjakut sot, dhe ndonjë familjar don të dhurojnë gjak, 24 orë janë gjata për ta prit njësinë e gjakut pacienti. Prandaj po them, pacienti nuk ka kohë ta pret njësinë e gjakut, kurse njësia e gjakut mund ta pret pacientin. Nderuar doktor, faleminderit dhe suksese. Faleminderit edhe për juve, respekti. Të nderuar shikues, ishte pra kjo biseda me specialistin doktorin Driton Bilali këtu nga transfuzioni në Kumanov. Shpresojmë se keni mbetur të kënaqur nga kjo bisedë sa e këndshme, por edhe informative për të gjithë ju që ende nuk keni dhuruar ndonjëherë gjak dhe nguroni ta bëni, ja pra mund të jetë shembull kjo bisedë dhe si motivacion ta shfrytëzoni. Studio kaq nga Kumanova. Po, Fatlum, të falemderoj shumë për këtë bisedë kaq informative dhe inkurajuese pastaj, ashtu siç e the ti, ndoshta mund të jetë kjo një shkas që ata që i kanë dilemat të dhurojnë gjak dhe të shpëtojnë jetë, ashtu siç e thash edhe në fillim.